Hetimi mund ta nisni nga lëvizja bashkë. Flitet shpesh për paregullësitë, për blerjen e votës, për shfrytëzimin e administratës publike, megjithatë pika nevralgjike e gjithë këtij sistemi të ngritur është pikërisht financimi i partive politike. Gjithë e dim se si bëhet financimi i fushatave zgjedhore prej 10 mos 100 milion eurosh, në të cilat sidomos partia që ka pushtetin e kthen fushatën zgjedhore në një lavatriçe të madhe të parave të krimit organizuar dhe në një kanal gjigant të parave të oligarkisë ekonomike. Çdo ndërmarrje e madhe apo e vogël, e cila nuk mund të justifikojë burimin e të ardhurave për shpenzimet që kryen, është subjekt i hetimit të drejtësisë, jo më partitë politike në këtë që janë duke bërë tash e sa vjet. E meqense, dhe do thoya që hetimi mund ta nisni nga lëvizja bashkë. Dhe meqense po flasim për oligarkinë ekonomike, zoti Dumani jam i bindur e di më mirë se sa unë, se ashtu siç ka politikant korruptuar, ka edhe oligark korruptues. Dhe nuk duhet hetuar vetëm të korruptuarit, por edhe korruptuesit. Edhe pse disa emra janë të pandehur, peshkaqendë e mëdhenj të oligarkisë ekonomike që furnizojnë me para politikën, vazhdojnë të notojnë të pashqetësuar.